pavarësisht mesazheve shumë pozitive që ne po japim dhe duhet të japim, profesor, nuk është kaq e lehtë sa duket. Sigurisht vetë se ka një gjë. Ne shqiptarët jemi komb, nuk jemi racë. Jemi komb. Kombi është tjetër, raca është tjetër. Raca të sjellë edhe racizëm. Pra ju mjafton ta dini që biologjikisht nazizmi me këtë filloi. Ne jemi racë, ne jemi racë e pastër, ne jemi racë superiore, ne duhet sundojmë, ne duhet etj etj. Kështu që në këtë pikpamje, unë mendoj që kulturalisht ne jemi shumë superior. Për faktin që duke qenë komb dhe jo racë, ne nuk urrejmë të tjerët. Në fund të fundit ne jemi të detyruar, jemi të dënuar të bashkëjetojmë, të bashkëpunojmë. Sigurisht ata kanë pjesën e përgjegjësisë së tyre dhe thashë, nëse ne jemi komb, serbët kanë të zhvilluar shumë ndjenjën e racës deri në racizëm ndaj shqiptarëve. Dhe ky është një turp për ta, pa diskutim po. Po këtë turp nuk duhet ta transmetojmë, ta marrim ne. Sepse, domethënë, racizmi i tyre nuk është argument që duhet kemi ne racizmin tonë për të kundërvënë racizmit të tyre. Jo, kjo është e gabuar.